Të nderuar shikues të Radio Televizionit Iliria, u takuam sërish në emisionin e radhës që emisionit këtë muaj i kemi dedikuar muajit tetor, muajit roz, i cili ka të bëjë me luftën kundër kancerit të gjirit. Ju kemi premtuar gjatë gjithë muajit do të mundohemi të trajtojmë temat të cilat kanë të bëjnë me luftën kundër kancerit të gjirit, diagnostikimin, testimin dhe po ashtu prevenimin ndaj kësaj sëmundje. Sot të ftuar kemi magjistren e farmacisë Selvete Prushi Ismaili, e cila na ndëron me pjesëmarrjen e saj dhe njëkohësisht bën punë të palodhshme në barnatoren e onkologjisë. Mirë se vjen nderuar. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Meqense se ju vini nga një barnatore e cila bën çdo ditë punë të palodhshme, sikurse edhe barnatore tjera në kuadër të qendrës klinike universitare, si fillon punën një farmacist në këtë rast, sikurse jo në barnatorën e onkologjisë? Si çdo farmacist tjetër, edhe ne fillojmë punën në orat 7 në barnatorën klinike në onkologji, por vetëm se puna jonë dallon prej farmacistave të tjerë, se na nuk e kemi aktivitetin mujor, do me thonë nuk e kemi vetëm aktivitetin gjatë muajit tetor apo muajit roz, por ne jemi aktiv gjatë tërë vitit për shkak të fluksit të madh të punës dhe punës me ndjeshmëri. Kur kemi të bëjmë me furnizimin me barnat në barnatorën e klinikës së onkologjisë, si bëhet furnizimi me barna? Ne, si farmacist të barnatorës klinike në onkologji, furnizimin e barnave e bëjmë nga barnatoria qendrore e ÇKUK-s. Planifikimet apo mënyra e furnizimit bazohemi në planifikimet vjetore. Planifikimi zakonisht bëhen çdo vit para fund viteve dhe planifikojmë për vitin e ardhshëm në bazë të shpenzimeve në vitin paraprak. A kemi raste kur kemi tejkalim të këtyre planifikimeve në këtë rast, ku dihet se çdo ditë më shumë kemi raste të reja që shtohen? Kemi raste që ka tejkalime, por na duhet të bazohemi në ligjet dhe nuk kemi të rritë më shumë se 20% të rritet buxhetin. Shpenzueshmëria, do të thonë në 20% dhe mujna me rrit shpenzime çdo vit. Tek roli i farmacistit, ne kur flasim për rolin e farmacistit, na bën ndërmend që ai që jep barna, ai që destinon barna, ai që përgatit barna, po në këtë rast në klinikën e onkologjisë është një kujdes pak më i veçantë. Cili është roli më konkretisht i farmacistit në klinikën e onkologjisë? Roli i farmacistit në klinikën e onkologjisë është pak më specifik se në barnatoret tjera, për shkak se ne kemi kontaktin pak më direkt me pacientin, në krahasim me barnatoret klinike tjera. Do me thonë, na vjen kërkesa direkt prej onkologut, përmes infermierave, na vjen kërkesa, do me thonë, në pas kërkesës, na e përgatisim terapin, i caktojna dozat, dhe në bazë të kësaj përgatitje, jem përgjegjës edhe për mitrej terapin, me mbikëqyrë terapin, apo përgatitet në kushtet e dura, është steril ambienti, do të me konë edhe, do të me qenë atë që të sigur që jem edhe në ambientin e sigurt. Tek stafi që punon në barnatorën e klinikës onkologjisë, jeni staf shumë, apo është mjaftueshëm apo pa mjaftueshëm si staf? Ne jemi një ekip prej 6 personave. Është një specialist i farmacisë klinike, jemi 2 magjistrat farmacisë, edhe 3 teknik të farmacisë. Mendoj që nuk është e mjaftueshme për shkak fluksit të madh të punës. Që çdo vit thuaj se rritet fluksi i punës. Domethënë kemi çdo herë raste të reja. Ka punë shumë, edhe pak është ngarkesë e madhe për neve. Por prapë japim maksimumin e mundshëm që puna me shku sa më mirë edhe pacientat me pas trajtimin e duhur. Prapë tek sfidat me cilat më të mëdha me cilat përballeni ju gjatë orarit të punës. Sfida jonë kryesore është furnizimi i rregullt me barna në barnatorën klinike të onkologjisë. Ndërsa si sfidë tjetër është edhe përgatitja e barnave dhe tretja e tyre në kushte të sigurta dhe sterile. Dhe një sfidë tjetër që është edhe shumë e rëndësishme është edhe siguria e shëndetit të personelit, po. Sepse jemi të ekspozuar gjatë tërë kohës me citostatin. Atëherë, që ta kuptojmë më lehtë edhe një herë rolin e farmacistit në onkologji,
është në përgjegjës, domethënë farmacisti është përgjegjës në përgatitjen e barnave në bashkëpunim me mjekët onkolog, të sigurojmë dozën adekuate dhe në bashkëpunim me teknikët farmaceutik që të bëjnë tretjen adekuate. Meqenëse se përmendet bashkëpunimin me onkologët, pastaj kalojmë edhe tek bashkëpunimi me teknikët e farmacisë. Si është bashkëpunimi me onkologën në këtë rast në repartin e klinikës onkologjisë, juj me si farmaciste? Ne si farmacist në barnaturën klinike të onkologjisë kemi bashkëpunim të mirë me onkologët. Për çdo rast, për çdo nevojë mundemi me pas këshilla edhe prej onkologut, nëse ka raste kur si jem të sigurt në përshkrimin, nëse dyshojmë që doza diçka nuk është në rregull, kem hapësirën në shtim të dozës, heqje të doza. Jo pa bashkëbisedim. E përmendet bashkëpunimin që keni, do të thotë bashkëpunim të mirë që keni me onkologët, por edhe pjesë e stafit do të thotë janë ato teknikët e farmacisë që janë kolegë të afërt juajt, si qëndron bashkëpunimi me ta? Në përgjithësi edhe me teknikët e farmacisë e kemi bashkëpunimin shumë të mirë. Farmacistët e teknikët e farmacisë janë përgjegjës apo bëjnë tretjen e barnave citostatike, ndërsa ne jemi përgjegjës për mbikëqyrjen e punës së tyre. Do të thotë gjatë terapisë që menaxhohet jeni mbikëqyrës edhe jo? Jemi mbikëqyrës. Për çdo paqartësi që kanë, pas siguri, ne jemi të gatshëm me ofrim ndihmë. Të nderuar shikues, tani është koha e marketingut dhe shkojmë në blok marketingu ku kthehemi sërish në studio me musafirën tonë. Ndruam që në ditët e para, gur mbi gur, ju dham jetë ndërtimeve më meritore. Kudo që hapim themele, e dim, nesër do t'jetë qendra. Duke investuar në cilësinë e jetës, në hapësira të përbashkëta. Ne ndërtojmë. Cima Construction. Laboratori HomeLab Plus ofron shërbime diagnostike dhe laboratorike të gjitha analizave të organizmit tonë, nga hematologjia, biokimia, imunologjia dhe markerët. Laboratori HomeLab Plus ofron të gjitha shërbimet mikrobiologjike të punuara me precizitet dhe korrektësi. HomeLab Plus është vendi punës, profesionalizmit dhe korrektësisë, i pari që ka ofruar shërbimin mobil laboratorik dhe vazhdon të ofrojë me përgjegjësi të plotë. Bashkëpunimi me laboratorët e njohura turke e bën laboratorin HomeLab Plus të jetë akoma më i suksesshëm. A dëshiron të mos zhgënjehesh, je principiell dhe don korrektësinë, je lodhur nga ata që i neglizhojnë problemet e tua shëndetësore, jepi fund më dyshjes, sepse HomeLab Plus ofron profesionalizëm, cilësi dhe besueshmëri. Super zbritje në Emona Center. Sheqer 5 kg 3.59, miell 5 kg 2.99, supule 40 gram 0.29 cent, qumsh 1 letër 0.99 cent, kosikuluar 170 gram 0.59 cent, krem për zierje 500 ml 1.29, cekem pule në pjatë kilogrami 3.79, file pule 2 kg 6.99, keksa 700 gram 1.19, Chio chips 130 gram 0.89 cent, fruta të thata 120 gram 0.99 cent, çaj filter 32 gram 0.95 cent, lëng fruktal 1 litër 0.69 cent, detergjent rroba 6 kg 4.29, letër kuzhine 0.79 cent, sapun duar shilëngët 1500 ml 2.69. Emona Center, ne dallojmë nga të tjerët.
Dhe tani është koha për përmendjen e sponsorëve tonë, të cilët vazhdimisht qëndrojnë në emisionet tona duke na përkrahur. HomeLab Plus është laboratori i cili u ofron shërbim qytetarëve në 2 lagjet më të vjetra të Prishtinës, përkatësisht në lagjen Top Hane dhe në Ulpian. I themeluar në vitin 2019 me një gamë të madhe të analizave duke filluar nga biokimia, hematologjia, markuz viral, tumoral dhe po ashtu në gamën në zgjerimin e analizave të cilat bën laboratori HomeLab Plus është ajo e cila bën bashkëpunimet me laboratoret që janë në rajon, siç janë Shqipëria, Maqedonia, Turqia dhe Greqia. Sponsor tjetër Emona Center është rrjet i supermarketeve në Kosovë, i cili është dekoruar 3 herë radhazi për çmimet e saj. Po ashtu Meka Halal Food, njëra ndër kompanitë më të mëdha në botën shqiptare të mishit, me produktet e saj është certifikuar nga Bashkia Islame për cilësi halal. Kurse Cima Construction është një kompani ndërtimore themeluar në vitin 2009 me një përvojë të madhe në ndërtimin e apartamenteve të mëdha dhe me një qëllim për t'ju ofruar rehati në shtëpitë tuaja. Si sponsor i ri të cilën e kemi nderin të kemi është edhe Syla Group. Syla Group ofron bashkëpunime në projektim, ndërtim dhe mbikëqyrje sa i përket ndërtimeve. Të nderuar shikues, kthehemi sërish në studio me mysafirën tonë. Ne tani po flasim vetëm për pacientët të cilët janë të hospitalizuar kushtimisht, të cilët marrin terapinë, qoftë ditore, qoftë javore. Mirë po pacientët të cilët lirohen në shtëpi dhe duhet të përmbahen rregullat të terapisë. Cilat janë ato rregulla? Pacientët të cilët lirohen nga reparti onkologjik duhet të kenë kujdes edhe në ambientet shtëpiake. Ata duhet të marrin dozën e duhur të barit, në kohën e duhur, domethënë duhet të strekt me marr dozën e duhur, me rujt në kohën e duhur, me përdor barin në kohën e duhur, edhe me rujt barin në ambientin e përshtatshëm që është i caktuar ai bar. Domethënë që i duhen kushtet atij bari. Këtu nëse vetëm në raste të caktuara nëse pacienti ka hamendje në raportin cilin i ka jap onkologu, mund ta kontaktoj ose mund të marrë këshilla nga bërnatorët e lagjës apo edhe duhet të jetë patjetër farmacist? Duhet të jetë patjetër farmacist për me marrë këshilla, po ato parimisht ose paraprakisht insistojnë me bashkëbisedu me onkologun. Me onkologun. Po, me onkologun si mjek të vetin që e kanë. Po nëse ka nevojë për çdo gjë, na jemi të hapur mund me na thirrë dhe me dhënë këshilla. Kur po flasim për terapitë cilat përdoren në klinikën, në barnatorin e klinikës onkologjisë, a mund t'i dim parafërsisht se cilat lloje të terapive përdoren? Për kancerin e gjirit, Po. Po, i kemi 3 lloj terapish, varet prej cilës smundje është i prekur pacienti. Në rast se pacienti ka karcinom hormonale, atëherë përdoret terapia hormonale, e cila trajtohet me tamoksifen edhe goserelin, dhe gjithashtu përdoret edhe terapia biologjike. Në këtë rast është pertuzumab me trastuzumab, e cila përdoret çdo 3 javë për një kohë për një periudhë pak më gjatë. Por në rast se pacienti është i prekur, nuk e ka karcinomën e gjirit endokrine, domethënë hormonale, atëherë trajtohet me citostatik, që janë shkatrues të qelizave kancerogjene. Me qenë se jemi edhe tek fundi i emisionit, kjo puna që ju bëni çdo ditë ju bjen ju takon me pacient me të cilët edhe nuk ndiheni mirë. A keni ndonjë rast ku vlen të përmendet që ju ndjek keq emocionalisht? Në gjatë punës në onkologji, në barnatore, domethënë, çdo ditë kemi raste, çdo ditë më shumë, domethënë kemi raste të reja që çdo secili na mbetet në mendje, por kur janë rastet më të reja, kur ka ka mosha shumë të reja, domethënë janë në 20 vjet, në 19 vjet, atëherë patjetër që më mbesin në mendje. Veçanërisht kur dihet prognoza. Veçanërisht po, kur e di që me çfarë smundje është e prekur, domethënë është ndjeshmëri e madhe. Atëherë me qenë se jemi edhe në fund të emisionit, me qenë se po ashtu gjindemi në muajin roz, në muajin tetor, cili është mesazhi juaj për gratë në këtë muaj? Mesazhi im është i thjeshtë, domethënë është kujdesi, i këshilloj femrat të kujdesen për veten, për shëndetin e tyre, të bëjnë kontrolla rutine, domethënë të rregullta, të njohin veten,
të përcjellin çdo muaj ndryshimet e mundshme në trupin e tyre. Në rast se vrin ndryshime, patjetër që duhet të shkojnë te mjeku, mos të hezitojnë me shkun me u kontrollu apo me u vizitu te mjeku. Gjithashtu preferohet që pas moshës 40 vjeçare, edhe nëse nuk ka ndryshime në trup, femra patjetër që duhet të bëjnë mamografin për t'i pa ndryshimet e mundshme. Domethënë, kujdesi si këshill e fundit është kujdesi ndaj vetes, zbulimi i hershëm është shpëtimi i jetës. Atëherë të nderuar shikues, me qenë se jemi edhe në fund të emisionit, ne falenderojmë musafirën tonë për kohën që na kushtoi, me shpresë që të keni punë sa më pak në klinikën e Bardhënatorit së Onkologjisë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Fund uroj që të kemi sa më pak raste të prekur me kërkesë. Shpresojmë edhe. Të nderuar shikues, ky ishte emisioni për ditën e sotme në Mjekësia dhe Te, ku diskutuam rreth farmacistit dhe rolit të tij në Bardhënatorin e Onkologjisë me të nderuarën tonë Selvete Prushi Ismaili. Deri në emisionin e ardhshëm, shikim të këndshëm.